me sedhen e tjerë, edhe defrimi ka qenë aty, edhe na, kur e knëshin marshin UÇK-s aty mbrenda burgut. Ju këndonit marshin UÇK-s brenda burgut? Po, s'kishte. Frika ishte, moti kishte vrar frikën. Kishte vdekur frika. Po, moti kishte vrar frikën, po tani mos kishte aty veç e priqim çdo moment mund të më vra, asgjë më shumë. Edhe marshin UÇK-s, një disa kongë që i dishin ata, kështu që odhezët kënoj ke Berushi me ta, kënojshin se cili me zonit deri vonë dikure. Nesit mëngjes, prap kena dal jashtë, kena prit aty, s'ka pas me të 20 bombardim. Ja, me 20 qetë ka qenë. Po, kena shku do ushqime, ne kanë prungu, i kena marrë në koshin, me të 21, kena najtë mrena, veç kur ka fillu bombardim, ka 10 diçka ora, prap, kena dal jashtë, kur kena dal jashtë, tani ka fillu bombardimi mrena burgut. Brenda burgut. Tani i kanë mshu kozhinës, i kanë mshu shtëpisë kulturës, pavioneve, i kanë mshu edhe nëpër fush. Njerë gazmendi është, i kanë mshu. Që i bie atëherë kishte nisur situata më e rëndë, për arsye tani shishim kofomat për anesh. I shishim plagosurit. Gazmendit të Deçanit atje diku i ka ra granata, i ka heka pakun. Një Elshanit të Bajicës të Dërnjasit e ka këput kamën. Hasanit edhe Shanijes të Vuçakut, njënit e ka të eshtët kamën edhe tjetërit boshën e Kurrizit. Të dytë ishin ata kret me gjak. Pjesa tjetër kur ra granata, më të tjerë më ra plagët dhe mu. Më të tjerë ra granata tjetër që shkuni morëm gjakovarë që ishin në karantinë kur dolen, edhe atje ra. Po, që ishte ma interesanta, nga gjithë kjo, këtë merë nga kjo, një gjakovarit i kish me dohoni, si kish pas dohoni, të pi, kish me dohoni dhezon. Edhe kur unal bombardimi,